Mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës është kthyer në arenë politike, koalicionesh dhe akuzash mes kampeve, dhe për çudi një fakt i tillë ndodh brenda kampit të djathtë. Ka qenë këshilltari Mostaf Lici i cili ka denoncuar një koalicion të Partisë Demokratike me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pushtetit vendimmarrës në sallën e Këshillit Bashkiak, Partia Demokratike e ka nda me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim. I bëj thirrje alatit tim tepër të nderuar Zotit Lulzim Basha dhe denoncoj që kjo është një lëvizje kundrejt interesave, kundrejt vendimeve të kryetares Bashkisë Shkodër. Një imponim i madh që kërkon të bëhet her pas here sipas interesave të dyja palëve. Kush janë palët do zbulohet. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, i nderuar alat, sot zgjedhja aktuale ndodhet në Këshillin Bashkiak Shkodër, dy partitë politike, PD dhe LSI, po bashkëpunojnë për interesa dhe konflikte shumë të ngushta bashkë njëra me tjetrën. Përgjigjja ndaj tij ka ardhur nga nënkryetaria e Partisë Demokratike të Shkodrës, Greta Bardeli, e cila ka hedhur poshtë çdo aludim apo deklaratë të tillë. Partia Demokratike dhe aleatët e saj të kësaj kanë dhe do vazhdojnë të jenë në krah të kryetares së bashkisë dhe të Bashkisë Shkodër. E kena marrë besimin nga vota e qytetarëve dhe këtë tagër s'na hek askush. Nuk kena asnjë aleancë, as sipërfaqësore, as të fshehtë me asnjë parti që është jashtë koalicionit tonë. Ta keni të qartë. Akuza dhe deklarata, përgjigje dhe reagime ndaj një situate të tillë të krijuar që e kthen Këshillin e Bashkisë Shkodër në arenë politike dhe jo në një sallë që diskuton problemet e qytetit.